Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje për sa i përket lajmeve për punë. Po prisni një mesazh të rëndësishëm tek puna juaj. Do të vi ky mesazh i rëndësishëm që prisni për 24 orë. Pra, ky mesazh që prisni tek pjesa e punës tuaj. Do të vi brenda 24 orëve në jetën tuaj. Po, ky mbret i shkopimve tregon që mesazhi që ju prisni tek pjesa e punës në jetën tuaj do të vi shumë shpejt, sepse ju kërkoni të largoheni, por jeni i dyzuar. Jeni një person shumë inteligjent, keni këtë dritë në çakrën e kokës që ju shkëlqen rrugën drejt bollokut. Jeni një person pozitiv, që keni këtë ylber kupash me këmbë në tokë. Jeni shumë i kërkuar tek puna ku ju punoni. Dhe prisni këtë lajm të befasishëm, të papritur që vjen në jetën tuaj për sa i përket punës, që do t'ju transformoj dhe do t'ju bëj një ndryshim në jetën tuaj në këtë pjesë të punës tuaj. Ky princ i kupave vjen dhe ju sjell këtë lajm të mbushur plot me bollok, me pozitivitet. Me kë rezonon ky lajm që vjen për 24 orë në jetën tuaj? Me kë emër apo mbiemër tuaj? Me gërmën R, me gërmën L, Z, një, gërmën F, gërmën E, P, Q, Q, K, Y, F dhe gërmën V. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me luanin, me shigjetarin, britsjapin, me demin, peshoren, me peshqit dhe virgjëreshën. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Thea Tarot.